Presidenti Trump disa herë ka bërë të qartë që parën çmimet e burimeve të energjisë dhe të naftës, me theks të veçantë, nuk mund të mundet Rusia në terren të luftës. Rusia mund të mundet nga brenda. Rusia duhet të mundet nga brenda nga përkeçësimi i krizës ekonomike që mund vi si pasojë e rënjes së çmimeve të naftës me cilën ajo nuk do të jetë në gjendje ta mbajë më pastaj as ushtrinë dhe as gjitha kapacitetet e saj luftarake. Dhe statistikat tregojnë që Venezuela është njëri prej vendeve me rezervat më të mëdha të naftës në botë. Dhe ne kemi parë edhe mosmarrveshjet që kanë lindur me ndindër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presionet amerikane që të mos konsumojnë, të mos bëjnë tregti me burimet energjetike ruse. Në këtë drejtim, unë besoj, dy kanë qenë insistimet kryesore të presidentit Trump. Një lloj presioni pozitiv, nuk po e quaj negativ, ndaj vendeve të OPEC-ut që ta shtojnë gjithnjë më tepër nivelin e prodhimit të naftës dhe dy po ashtu të çlirohen potencialet e tjera energjetike në vendet të ndryshme të botës në mënyrë që me rënjen e çmimeve të këtilla, me rënjen e çmimeve të këtilla, Rusia ta humb njërin prej aseteve kryesore ekonomike që ushqen luftën në Ukrainë. Nuk ka shans tjetër për të detyru Rusinë që të gjynizohet në Ukrainë përpos krizës së brendshme ekonomike dhe politike. Prandaj kjo ka të bëjë edhe me këtë. Është një lloj, do të jo që Venezuela ka shkëmbime apo këmbime shumë të mëdha tregtare me Kinën, por Venezuela ka një aset të rëndësishëm, ekonomik, i cili po çliruar mos madhe, po integruar në tregun global e godet drejt për drejt Rusinë për shkak sepse i shton konkurrencë burimeve të saj energjetike. Në këtë drejtim është edhe kjo kundër Rusisë ky lloj intervenimi.